Autobuzat e trafikut urban privat nuk livritin pa u përfundu protesta. Gjendja është e jashtëzakonshme. Naftën edhe pagat i kemë bërë çysh prej muajit maj. Shënjestër.net Asnjë nuk livrit pa u kry protesta. Pikë. As nuk jena për drogë, as për fata qysh pro. E kena me zhvillu protestën. Sa ura qysha. Të shuhëm që tash po bëhet mosa grumbull. Sekretari shoqatës ka me dhonë deklaratën e vetë para media, atëri hjekum. Nesër fillojnë hale ma gjatë. Na jena në drejtën tënë, jena në venin tënë, jena veç për drejta tënë. Autobuzat qenë në Agim Ramadan prej rrugës Flepov, pa përfundu protesta, asnjë nuk livrit. Na i kohë caktume s'keni do më veç të përfundojnë në protestën, na e kena lajmëru dje, dhe shpak, na e kena lajmëru dje që protesta ka me konë në qëtë rrugë, ka me konë e bloku me 2 deri në 3 orë. I na koordinu. Nëse dikush do të më të rjek, le të rjekit. Na jem drejtën tënë, jena në venin tënë, pilyvëm drejtën tënë. Kur gjë tjetër më shumë eq? Jem protest. A shkon një ditë, a 3 ditë reflektimit bëhet për reflektimit tyne. Në këto momente që po flasim, unë marr botërisht me kërku lejet e ju. Ju s'm keni dhënë leje, policia s'm ka dhënë leje. Dai na dal vet pa urdhën e policisë me blloku rrugën. Ne po më tarsysh me çit segmentin e rrugës këtu. Prej rreth me blloku, po janë paku autobuzat tash të ndalin me lëviz, çka thëm? Ose në shpe, ose në punë protestë. Ne dalim këta për 5 minuta hiqen autobus. Na po e kryna protestën, organizimin tonë. Në momentin që reflekton kryetari komunës, na kena me autobuzat me ne. Këtu do të me reflektu, veç pak, këtu do të me reflektu kryetari komunës, do të me reflektu edhe Ministria e Financave. Komuna nuk po reflekton. Komuna na detyron neve se Ministria nuk i ka aloku parat për mbarvajtjen e tyre këtej. Neve djeshim ministri, takum ministrin 1 orë 40 minuta me kryetarët e shoqatave private. Bashkë ishëm aty kontaktu me ta, ata u zotun se nëse komunas, asambleja komunale, bëhet edhe nxjerr një vendim për bartjen e të hyrave vetanake për vitin 2024, në momentin që nxjerr vendimin edhe ja përcjell ministrisë, në atë moment ministria është e gatshme me aloku parët. Ky vendim deri tash nuk ka ndodhur. Pjesa sektori privat jenë dëmtu edhe këta gjendje ku jenë tash. Është e keqen këtë gjendje që na keni kohë për këtë pyetje. Kish me qenë më mirë situata me konë të qetë, po gjendja është e jashtëzakonshme. Përshëndetje sekretari shoqatës sektorit privat. Në orën 11 sot do të ndërpresim protestën. Forma e organizimit nesër do të ndronë. Po merë karakter politik kjo protesta jonë që s'ka zero është politik në këtë protest. Ka nesër do të majmë protestën këtu në mes Severisë dhe komunës. Edhe presëm punën do të vazhdojmë atëherë kur citën mjetët për 5 muaj. Të na është bërë që maj madhën i komunës për muaj ma shumë se të këta. Dhe më dhënë të këta kanë fillu ma dhënë. Jemë në gjendje shumë tranë. Tatimet i kem pagu shtetit, dhe më anë është përgjithësia dhe shtetit. Tatimet i kem pagu me tarna personale tonat, familjare, kurse naftën edhe pagat i kem bërë qysh prej muajit maj. Që nga një sinoni 24 ryet. Na jemi orë, do me thonë, mjetet tonat të cilat 6 muaj nuk i kena marrë, me na i aloku mjetet tona edhe mi shty borqet që i kemi ndaj furnitorve. Për ndryshe, sa i përket organizimit do me thonë do tjetë pak më ndryshe, do të ndryshon diçka, mirë po ne i kërkojmë ato që kemi punue, kemi dhënë djerës edhe normal që jemi ata që mojnë familje, që kur gjithë tjerë që marrin paga, edhe na do me thonë i kërkojmë ato që për me mbjetue. Kështu që kisha lutë të jemi konstruktiv, gjyra politike këtu nuk ka sa edhe paraforci. Na jemi ardhë, krye këput, jemi ardhë për mjetët tona cilat vetëm 6 muaj që si kemi marrë. As paga, as derivati do mund që kemi bësh mi krye. Shënjestër.net